Janë vënë zyrtarisht në funksion 6 kilometrat e para të projektit autostradës Tiranë-Durrës, i cili nga sot janë hapur në të 4 korsit për qarkullim. Projekti infrastrukturës vijon ndërkohë që në disa segmente të tjera me synim për të lehtësuar trafiku në një nga aksat më të ngarkuara të vendit. Sipas Ministrisë Infrastrukturës, aktualisht punimet janë në fazën B, që përfshin nyjen e Laknasit, mbikalimin e Rinasit dhe zgjerimin e nënkalimit. Ministri ka bërë të ditur se ky segment është pjesë e një ndërhyrjeje më të gjerë që synon modernizimin e plotë të aksit Tiranë-Durrës. Ne jemi duke punuar dhe kemi të kontraktuar tashmë dhe një fazë të tretë, që fillon nga mbikalimi i Rinasit dhe shkon deri në mbikalimin e Laknasit. Ndërkohë, pjesa tjetër e autostradës deri në Durrës e planifikuar fillimisht të nisë në 2027 pritet të përshpejtohet. Sipas deklarimeve zyrtare, punimet mund të nisin që brenda aktiviti, duke afruar afatin në vitin 2026. Ne edhe pas diskutimeve që kemi bërë bashkë, do të afrojmë në 2026 në atë procedurë, në mënyrë që me njëherë të vijojmë mas kilometrit të 7 ku ndërprehemi në fazat e tanishme kontraktore për të vijuar me kilometrat pasues. Gjatë inspektimeve të punimeve, vëmendje i është kushtuar dhe projektit që lidhen me korridorin blu, konkretisht segmentit Milot-Ballldren dhe Kashar-Lekaj. Ne kemi Kashar-Lekaj, të cilën e kemi në fazë përfundimi të opondencës teknike. Milot-Ballldreni është në fazat përministër, është në fazat përmbyllëse të procedurës. Unë mendoj që shumë shpejt, ndoshta për 2-3 javë, do kemi shpalljen e fituesit. Këto segmente konsiderohen të rëndësishme për lidhjen e zonave veriore të vendit dhe për zhvillimin e turizmit, sidomos gjatë sezonit veror, duke ndikuar në lehtësimin e qarkullimit në të gjithë bregdetin Adriatik, përfshirë zonat e Shkodrës dhe Lezhës.